so herë jemi live në Spanjë dhe Spanja është live me ne këtu, sepse do të bisedojmë me Arber Shalën edhe me Fanol Shalën. Më kryesori, pa dyshim, fjala kryesore është për Arberin, një 14 vjeçar, i cili, e thash më herët, ndoshta i ka pensionu edhe ata që kanë përvojë 14 vjeçare në fluturim, pa dyshim. Përshëndetje Fanol, përshëndetje Arber. Përshëndetje edhe për juve në studio. Atëherë, me të vërtet një lajm më shumë se sa fantastik, jo pse ka suksese klubi Aeronautik Shqiponia të Kastriotit, sepse ajo është tashmë çështje veç e kryer, paka shumë sikur kjo ekipi i judos që kudo që shkon nuk theheni thot as ju, por çfarë ndodhi me këtë ngjarje spektakolare me Arberin, çfarë ndodhi që i pensionoi me një farë forme gjithë, ndoshta edhe juve Fanol. Thëmë të drejtën, ishte një moment të jashtëzakonshëm që gjithëve na befasoi, jo pse nuk e prisnim rezultatin e Arberit, mirë po qelloi pak më jo mirë dhe e majtë rezultatin për 7 runde dhe në rundin e fundit, rundin e 7 u barazu me 2 pilot, me Migjenin edhe me Monçon, që është një pej garuz dhe kampion këtu në Spanjë. Dhe rundi i fundit ishte fantastik, që do më pa për gjithë ata që ishin duke po, ishte diçka jashtëzakonshme që nuk ka ndodhur më herët. Pasi që veç 1 centimetër lujke në lojë dhe ata 2 Migjeni dhe Monço ranë secili ka 1 centimetër, ndërsa Arbri e preki terë që është rezultati më i mirë i mundshëm në këtë gara që na i zhvillojnë. Definitivisht, Arber, çish fundihesh për këtë sukses të jashtëzakonshëm? Fundina shumë mirë, se kompetu, se komplit, po tani do të shumë mirë. Po të të kumprit se në fakt i prit shumë të çka është Arberi? Arber, me shumë gjas je piloti i cili duhet me qenë më i riu që ka arrit një sukses të tillë, apo jo Fanol? Po. Çfarë për garat ndërkombëtare nuk ka dikush më i ri se ky që ka arrit këtë sukses që ka Arberi. Për arsye se Arberi ka edhe suksese të tjera, mirë, po kjo ka qenë një garë e jashtëzakonshme. Edhe vetë pjesa e funit që janë 3 garus dhe presioni i madh i asaj që ti kemi ushty me garus më të mirë, është një emocion i jashtëzakonshëm për të rritun, e sidomos për Arberin, mirë po ky ka menaxhu në mënyrën më të mirë të mundshme krejt situatë dhe ka dalë me rezultatin më të mirë, se çka do që t'ish dalë tjetër ose ish barazu me ata dy ose kish hub vendin e parë, mirë po ky i leqe e menaxhoi shumë mirë, po dhe ra rezultatin minimal që neve na favorizoi dhe Arberin e qiti në vendin e parë. Arber, nuk e besoj që ka ardhur kështu veç si dhurat kjo fituar, kjo sukses. Për shikues të fiks në kohë, se unë e di sa ushtron, për shikues ndoshta nuk e din. Mrena javës, sa herë keni ushtrime me Fanolin? Jo. Në bazë të se dhurat që na ushtrojnë shumë. Sfera të fundit nga të ushtrojnë më shumë se këna gorat edhe tjera, se të të gorat. Okej. Goti të arbonera që të të dollon në teren. Po, për ndryshe të dashur shikues, janë edhe dy dëshmitar okular, kur është mbajtur një garë tek kodra e goleshit që i themi ne, përfundoi gara gjithçka edhe veç kur e kum pa edhe një herë Arbrit u ngjit vetë për më ulshu kështu. E ka jo vetëm pasion, po ja fatmirësisht tash edhe sukseset janë duke ardhur një pas një. Fanol, a ki recetë për këto suksese? Receta është gjithmonë puna e madhe, disiplina. Mos mjalon veç hajt momentit motivimit, po me pas disiplinë të shumë raste na edhe mujna mu zhgënjy me shumë stane tjera, mirë po do të me pas disiplinë, mos me u dërzu pavarësisht sfidave që na dalin përpara, se e dim që kemi sfidat mjaftueshme. Mirë po ne bashkarisht me anëtarët e ekipes, tu e falenderu edhe Federatën Aeronautike të Kosovës që gjithmonë është pranesh. Ne kemi arrit me dalë edhe me përfaqësu vendin, normal me punë të madhe të jashtëzakonshme, që tha edhe Arbri na për çdo ditë, nëse koha na bën, na jemi në teren. Na edhe masi të kryjmë garën, nëse premton koha, na prapë fillojmë servitjet aty ku jemi, sa kemi kohë që na lejohet. Kështu që
nuk arrihet asnjë diçka pa punë dhe pa sakrificë të madhe për atë që do në me arrit. Fanal gjatë javës ardhshme, eventualisht pas 2 jave, do të jetë një organizim, po m'duket, nga Federata Aeronautike e Kosovës. Po, në fakt, klubi Shqiponia të Kastriotit në bashkëpunim me Federatën Aeronautike, tashmë në vitin e 9 organizon Kastrioti Open, që do të mbahet në Kolesht, dhe kësaj radhe është numri shumë më i madh i pilotave, ka arrit regjistrimi është mbi 100 pilota deri tash prej 25 veneve të botës. Regjistrimi është i hapur akoma dhe mund të regjistrohen hala pilota, kështu që jemi në pritje. Na prej këtu vazhdojmë direkt në Vlorë në Albania Open, që kemi garën tashmë serinë e dytë kampionatit kombëtar, po ashtu është një garë shumë e rëndësishme që na kemi me marrë pjesë, që janë dikon afërsisht mbi 113 pilota pjesëmarrës nga 33 shtete të ndryshme. Na prej këtu nuk kemi kohë as Kosovë me ardhët me shku direkt në garë atje. Edhe për fund do ju nga rëndësia, Spanja, kështu zakonisht të Kosovës, kur ka lujt për shembull, gjithja ka kthy me federata, diçka, a njofti Spanja Kosovën me një farë forme, apo jo, ja, po e shohim. Nuk e di, disa po shihet. Krejt është e qartë. Faleminderit shumë Fanol, faleminderit Arbër për emocionet. Puna i kallëzën gjithë se cilët se ku jem edhe qka jem. Kem nevoj për shumë pjallë, kem nevoj për punë shumë. Të që ju falenderoj gjithve, juve, shikuesve dhe gjithë ata që janë për krah nesh në çdo moment që na rrugtojnë në këtë rrugtim historik. Padyshim, bashkarisht jemi, sidomos të suksese, se zakonisht në dështime diston për media ose gazetarëve edhe mundën mos mu afru, po në suksese i ketë gjithë. Gjatë rrugtimit ka edhe dështime, nuk ka sukses që s'ka dështime, mirë po nuk bën me udhërdhun dështime që ndodhen. Gjithmonë themi inshallah nuk janë të mëdha dhe ne këtë i kalojmë me punë dhe me sakrificë. Gjithë shka kalohet. Mirë, faleminderit shumë, edhe rrugë të mbarë për Vlorë jemi në Kosovë, kur do që atëroni. Faleminderit. Të krejt virat.